Kjo është historia e Lirës, një vajze shqiptare që u rrit me varfërisë, sakrificës dhe ëndrës për një jetë më të mirë jashtë vendit. Si shumë të rinj të tjerë, ajo ndëronte Evropën, jo për luks, por për dinjitet. Puna e ndershme në fshat nuk i sillte asnjë shpresë, ndërsa motra e saj e vogël kishte nevojë për operacion urgjent që familja nuk mund ta përballonte. Pikërisht në atë moment të dëshpëruar, dikush i propozoi një rrugë të rrezikshme, por të shpejtë, një martesë fiktive me një të huaj. Ajo e dinte që nuk ishte dashuri, por një kontratë e heshtur për të shpëtuar jetën e motrës. Megjithatë, fati kishte plane të tjera për të, sepse pas letrave, pas një marrëveshje të ftohtë, ajo do të zbulonte një ndjenjë që nuk kishte pritur kurrë. Lira jetonte në një fshat të vogël pranë Pogradecit. Ishte 27 vjeçe, me duar të lodhura nga puna dhe sy që fshehnin një mall të thellë për diçka më shumë se jeta e përditshme. Babai i saj kishte vdekur herët dhe nëna kujdesej për 2 vajzat me ndihmën e fqinjëve. Kur motra e vogël, Elira, u sëmu rënd, çdo ditë u bë një betejë përpara. Një mbrëmje, ndërsa Lira po kthehej nga puna në një restorant të thjeshtë, shefja e saj italiane, Giulia, i tha diçka që do t'ia ndryshonte jetën. Kam një mik në Itali, kërkon një martesë për dokumente, është marrëveshje, nuk ka ndjenja, por do të ndihmoj ekonomikisht. Lira e dëgjoi e hutuar. Ishte e frikshme, por në atë çast, ajo nuk pa një burr të huaj. Pa vetëm mundësinë për të shpëtuar motrën. Pas disa ditësh mendimi dhe netëve pa gjumë, ajo pranoi. Emri i tij ishte Marco Conti, një italian 38 vjeçar nga Napoli, inxhinier me një reputacion të qetë korrekt. Ai kishte nevojë për një martesë që do t'i lehtësonte procesin e adoptimit të një fëmije, pasi ligjet italiane ishin të repta për beqarët. Ishte një marrëveshje e ftohtë, e pastër. Asnjëri nuk kërkonte dashuri. Takimi i parë ndodhi në Tiranë, në një kafene pranë rrugës së Dibrës. Marco mbërriti me një buzëqeshje të ngrohtë dhe një sjellje që nuk përputhej me idenë e një njeriu që po blinte një martesë. Ti duhet të jesh Lira, tha ai në një shqipe të thyer. Ajo vetëm pohoi me kokë, me zemrën që i rritë fort. Në ato pakor, Lira pa diçka ndryshe tek ai. Nuk e trajtonte si një mjet, por si njeri. Kur e pyeti pse po bënte këtë martesë, Marco u përgjigj qetë, sepse ndonjëherë njeriu bën marrëveshje që vetëm zemra i kupton më vonë. 3 javë më vonë, ata u martuan në bashki, pa dasmë, pa muzikë, pa rroba nusërie. Vetëm 2 nënshkrime dhe një kontratë që duhej të zgjaste 3 vjet. Por që atë ditë, jeta e Lirës filloi të ndryshonte ngadalë. Kur mbërriti në Napoli, gjithçka ishte e huaj për të, gjuha, rrugët, njerëzit. Vetëm Marco i qëndronte pranë me durim. Ai e ndihmonte të mësonte italishten, i gjente punë të vogla, i sillte mëngjesin çdo mëngjes në tavolinë. Në fillim, Lira mendonte se ishte mirësjellje, por çdo ditë ai e shikonte me një butësi që filloi t'i ngatëroi ndjenja. Dhe një mbrëmje, kur ajo e falenderoi për gjithçka, Marco i tha: "Nuk dua të ndihmoj, Lira. Dua të jem arsyeja që ti buzëqesh sërish." Ajo heshti. Ishte e pamundur. Ai ishte burri që ajo kishte bler për dokumente. Por zemra nuk njeh kontrata. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ajo ndjeu diçka që e tremte më shumë se çdo varfëri, dashurinë e vërtetë. Ditët në Napoli filluan të rridhnin me një ritëm që Lira se kishte përjetuar kurrë më parë. Ajo tashmë punonte në një pastiqeri të vogël në qendër të qytetit, ku aroma e kafes përzihej me zërat e gjallë të italianëve. Çdo mëngjes, Marco e priste në derë, i qeshur, me një shprehje që e bënte zemrën e saj të ndalonte për një sekond. "Buongiorno, moglie mia", i thoshte ai me një zë të ngrohtë. Në fillim, ajo skuqej dhe ja kthente me ndrojtje, por tani ai përshëndetje kishte filluar të tingëllonte ndryshe. Ishte e reme vetëm në letra, por e vërtet në ndjenja. Një mbrëmje, pas një dite të gjatë pune, Lira u kthye në shtëpi dhe gjeti Markon duke gatuar. Kuzhina mbante aromë domatesh e borziloku. Ai kishte ndezur edhe disa qirinj të vegjël në tavolinë. "Nuk është ndonjë darkë romantike", tha duke qeshur. "Vetëm mendova se ndoshta doje të ndihesh si në shtëpi." Lira uli syt, e hutuar. Asnjë burr nuk e kishte trajtuar kështu. Ajo e ndjeu se diçka brenda saj po thyhej. Ajo mund që kishte ngritur për të mbrojtur nga çdo ndjenjë. Pas darkës, kur ai po pastronte pjatat, ajo e pyeti me zë të ulët: "Marco, pse e ka që mirë me mua?" "Nuk të detyron askush." Ai u kthye ngadalë, e pa drejtë në sy dhe tha: "Sepse ndoshta, pa kuptuar, je bërë pjesë e jetës sime." Fjalët e tij i mbetën në mendje gjithë natën. Nuk arriti të flinte. Ajo e dinte që gjithçka kishte nisur si një mashtrim, një marrëveshje për dokumente. Po sikur ai ta zbulonte, po sikur të ndjente se ajo nuk ishte e sinqertë, zemra e saj e donte, por ndërgjegja i thoshte të mos e lejonte vetes të ndëronte. Pas disa javësh, Marco e ftoi në një udhëtim të shkurtër në Amalfi.
Ishte hera e parë që Lira pa detin aq afër, me vale që përplaseshin në shkëmbinj si një melodi që flet për Liri. Në mbrëmje, ndërsa po shëtisnin pranë ujit, Marco i tha: "Kur u martuam, mendova se do ishte një formalitet, por tani, çdo ditë pranë teje më bën të mendoj se ndoshta jeta po më jep një shans që nuk e meritoj." Lira ndjeu lotët ti mbushnin syt. E deshi ta përqafonte, ti tregonte gjithçka, se ajo nuk e kishte bërë për dashuri, se martesa e tyre ishte një marrëveshje për letra. Por fjala ju ngjit në fyt. Ai e mori dorën e saj dhe e shtrëngoi fort. "A ka diçka që më fsheh?" e pyeti me zë të butë. Zemra e saj ndaloi për një sekond. Një fjalë e vetme mund t'i prishte gjithçka. Ajo uli kokën dhe tha: "Jo, Marco, asgjë." Ishte gënjeshtra më e dhimbshme që kishte thënë ndonjëherë. Në ditët që pasuan, dashuria mes tyre u thellua, por edhe frika. Çdo herë që Marco i thoshte të dua, ajo ndjente një therrje në shpirt. Ai nuk e dinte që ishte martuar me një grua që në fillim kishte kërkuar vetëm dokumente. Një mbrëmje, kur ajo po kontrollonte postën, gjeti një letër nga ambasada shqiptare. Brenda kishte një dokument që tregonte datën e regjistrimit të kontratës së tyre martesore dhe një shënim që duhej rinovuar. Marco e pa letrën. E mori në dorë, e lexoi dhe heshti për pak sekonda. Pastaj ngriti syt drejt saj. Pra kjo ishte vetëm një marrëveshje? Lira u ngrir. Nuk mundi të fliste. "Lira, më shiko në sy", tha ai me zë të dridhur. A ishte gjithçka një gënjeshtër? Sytë e saj u mbushën me lot. "Po, në fillim, po. Por tani jo. Tani të dua me gjithë shpirtin, Marco." Ai u tërhoq një hap prapa, si goditur. "Të dua." Pas një mashtrimi, ajo ra në gjunjë, duke qarë: "Nuk desha kur të lëndoja. Doja vetëm të shpëtoja motrën time." Por pastaj, ti u bëre arsyeja që kuptova çfarë do të thotë dashuri. Marco heshti gjatë. Pastaj, pa thënë asnjë fjalë, u kthye dhe doli nga shtëpia. Lira mbeti vetëm, me sytë mbushur me lot, duke ndjerë se ndoshta kishte humbur të vetmen dashuri të vërtet që i kishte dhuruar jeta. Ditët pas largimit të Marcos u shndëruan në një boshllëk të padurueshëm. Çdo mëngjes, Lira zgjohej dhe ndjente shtëpinë e zbrazët, me aromën e kafes që mungonte, me heshtin që e mbyste. Ai nuk e kishte marrë asgjë me vete, vetëm veten dhe zemrën e saj bashkë me të. Në fillim u përpoq ta telefononte, por ai nuk ju përgjigj. I dërgoi mesazhe, letra, madje shkoi edhe në vendin ku ai punonte. Por kolegët i thanë se kishte marrë leje të pacaktuar. Një mbrëmje, ndërsa rinte e ulur në divan me duar që i dridheshin, ajo kuptoi se ndoshta duhej ta linte të qetësohej. Por si mund të qetësohej një zemër që kishte humbur dashurinë e vetme të vërtetë? Ajo vendosi të shkruante një letër me dorë, si dikur. "Marco, nuk di si ta filloj këtë letër pa qarë. Nuk di si ti kërkoj falje për një mëkat që lindi nga dëshpërimi, por u kthye në dashuri të pastër. Po, martesa jon nisi si një marrëveshje, por çdo ditë pranë teje më mësoi çfarë do të thotë respekt, mirësi dhe dashuri e vërtetë. Unë nuk kërkoj që të më falësh. Dua vetëm që të dish të vërtetën, që asnjë dokument, asnjë letër, s'mund të më jap atë që ti më dhe, ndjenjen se vlej, me dashuri, Lira." Ajo e dërgoi letrën në adresën e prindërve të tij në Napoli, pa e ditur nëse do ta lexonte ndonjëherë. Ditët kaluan në heshtje. E Lira, motra e saj, i dërgoi një video nga Shqipëria ku fliste pas operacionit e shëruar. "Ti më shpëtove, Lira", i tha me lot në sy. "Mos e humba atë që të shpëtoi ty." Një pasdite me shi, ndërsa Lira po kthehej nga puna, pa një figurë të njohur pranë derës së pallatit. Ishte ai, Marco, i lagur nga shiu, me sy të lodhur, por me atë buzëqeshin e ngrohtë që ajo e kishte ndëruar ne të tëra. "E lexova letrën tënde", tha ai me zë të ulët. Ajo u ndal, pa mundur të fliste. "U largova sepse ndihesha i përdoru. Por kur e lexova, kuptova që edhe unë s'kam qenë i sinqert me ty." Lira ngriti syt, e habitur. "Si?" Ai mori frymthell. "Kur pranova këtë martesë, e bëra jo vetëm për adoptimin, por sepse doja të mbulonja boshllëkun që më kishte lënë dikush që më la. Një grua që nuk besonte më në dashuri. Ti më riktheve ndjesinë që ndoshta mund të dua përsëri. Dhe po, më dhe më shumë se çfarë kërkova." Ajo ndjeu lotët që i rridnin faqeve. "Marco, unë të dua. Jo për dokumente, jo për stre. Të dua sepse më mësove si të jetoj." Ai ju afrua, i vendosi dorën në faqe dhe i tha butë: "Atëherë le ta nisim nga fillimi. Këtë herë, pa kontratë, pa gënjeshtra. Vetëm ne." Lira e përqafoi me gjithë shpirt. Shiu jashtë binte me forcë, por brenda gjithçka ndriçonte. Pas disa muajsh, ata organizuan një dasmë të vogël në breg të detit, në Amalfi. Pa luks, pa ftesa, vetëm dashuri.
Në vend të dokumenteve, ata nënshkruan diçka tjetër. Një zotim për ta dashur njëri tjetrin me ndershmëri, deri në fund. Në fund të ditës, marcoi përshpëriti në vesh. Ndoshta martesa jon nisi për arsye të gabuara, por u bë historia më e vërtetë që kam jetuar ndonjëherë. Dhe ajo, me sytë mbushur me dritë, ju përgjigj. Ndonjëherë, dashuria lind pikërisht aty ku bota mendon se ajo s'mund të ekzistojë. Kan kaluar 5 vjet që nga ajo ditë në Amalfi, kur Lira dhe Marco u betuan për dashuri të vërtetë. Jeta e tyre kishte marrë një ritëm të qetë, të ngrohtë dhe të mbushur me kuptime të reja. Ata jetonin në një shtëpi të vogël në periferi të Napolit, me një kopsh ku Lira mbillte trëndafila të bardhë. Lulen që Marco i kishte dhuruar ditën kur i kërkoi të martohej për herë të dytë, për dashuri, jo për letra. Në mëngjes, ai gatuante kafen si gjithmonë, ndërsa ajo përgatiste bukën me reçel që mësonte nga nëna e tij. Tashmë punonin bashkë në një punishte të vogël ëmbëlsirash që e kishin hapur me kursimet e tyre. Dolce verit, e ëmbla e së vërtetës. Ishte mënyra e tyre për t'i treguar botës se çdo gënjeshtër mund të kthehet në diçka të pastër nëse lind nga dashuria. Por në këtë paqe që kishin ndërtuar, fati sërish kishte përgatitur një surprizë. Një mëngjes, Lira ndjeu një marramendje të lehtë. Fillimisht e injoroi, por pas disa ditësh, ndjeu të njëjtin shqetësim. Marco këmbënguli që të shkonin te mjeku. Pas analizave, mjekja buzëqeshi dhe i tha: "Zonje, urime. Do bëheni nën." Fjalët e saj ranë si rufe në shpirtin e Lirës. E mbajti dorën mbi bark, e tronditur dhe e emocionuar. Ajo që dikur kishte luftuar për një jetë, tani do sillte në jetë një jetë të re. Kur Marco e mori vesh, u ul në gjunjë para saj dhe i puthi duart, me syt plot lot. "Ky është dhurata më e bukur që mund të më jepte jeta," i tha me zë të dridhur. "Një fillim i ri, një fëmijë i dashurisë son." Në muajt që pasuan, Lira u kujdes me përkushtim për çdo gjë. Çdo mbrëmje ata lexonin libra për prindërimin, shikonin emra për fëmijën dhe qeshnin si fëmijë vet. Në muret e shtëpisë, Lira shkruante me ngjyrë të artë fraza që do t'i lexonte voglushi i tyre. E vërteta dhe dashuria gjithmonë fitojnë. Kur lindi vajza, e quajtën Sofia, që në italisht do të thotë urtësi. Ishte simboli i gjithçkaje që kishin mësuar bashkë, se dashuria e vërtet nuk lind gjithmonë në mënyrën e drejtë, por rritet me kujdes, falje dhe durim. Një mbrëmje, ndërsa Lira mbante Sofin në krah dhe shikonte Markon që i përgatiste biberonin, ajo mendoi për rrugën e gjatë që kishte bërë. Nga fshati i varfër në Shqipëri, tek martesa për dokumente, e deri te ky moment i qetë, i plot, i vërtet. Ajo i tha but, me një buzëqeshje që i lëshonte dritë në fytyrë: "Nëse dikur u martova për një letër, sot jetoj për një ndjenjë që nuk ka çmim." Marco ju afrua, e përqafoi dhe i përshpëriti në vesh. Në fund, gjithçka që duhej të ndodhte, ndodhi për të na gjetur. Në atë çast, në dhomën e ngrohtë ku Sofia flinte në djepin e saj, Lira kuptoi se jeta nuk është gjithmonë e drejtë, por mund të jetë e bukur, kur zgjedh ta jetosh me zemër. Kan kaluar më shumë se 15 vjet. Amalfi, me detin që përplaset qetë në mbrëmje, është ende vendi i preferuar i Lirës dhe Marcos. Aty kalojnë çdo verë, me vajzën e tyre tashmë 14 vjeçare, Sofia Konti, që është bërë pasqyra e dashurisë së tyre. Ajo ka sytë e nënës dhe buzëqeshjen e babait, një përzierje që i kujton të dyve çdo ditë se sa e çuditshme, por e mrekullueshme mund të jetë jeta. Një mbrëmje vere, ndërsa po shëtisnin buzë detit, Sofia e ndrojtur pyeti: "Mami, babi, a është e vërtet që jeni njohur përmes një marrëveshjeje?" Lira u ndal për një çast. Marco e pa dhe i buzëqeshi lehtë. "Po, bia ime," tha Lira me zë të butë. "Në fillim u martuam për arsye të gabuara, por dashuria na gjeti rrugës, dhe që atëherë s'na la më." Sofia heshti për pak, duke parë detin. "Atëherë dashuria është më e fortë se çdo gabim." Marco i vendosi dorën në supë. "Po, bia ime, nëse është e vërtet, ajo mund të lindë edhe nga një gënjeshtër." Ata vazhduan të ecnin, ndërsa dielli perëndonte ngadalë. Lira ndjeu dorën e Marcos që e mbante fort, si në ditën e parë. Në zemrën e saj s'kishte më frikë, as turp, vetëm mirënjohje. Për çdo hap që i kishte çuar deri aty, në fund të shëtitores, Lira ndaloi dhe hodhi syt drejt qiellit. "E sheh, Marco," tha me një zë që i dridhi nga emocionet. Në fund, çdo vuajtje kishte një qëllim. Nëse nuk do të kisha pranuar atë martesë për letra, kur s'do të kisha gjetur dashurinë, as vajzën tonë. Ai e përqafoi, ndërsa Sofia vrapoi përpara, duke i lënë duart në ajër dhe duke qeshur në dritën e artë të perëndimit. Në atë çast, Lira e kuptoi plotësisht se jeta, me gjithë rëmbimet, gabimet dhe sekretet e saj, e kishte çuar pikërisht aty ku duhej. Në një dashuri të lindur nga një marrëveshje, por të bërë e pavdekshme nga e vërteta.